Tek ajo shtëpi fshatari, ku shkel këmba e doktorit veterinar Agim Nelaj, ka gjithmonë gëzim, dhe jo pa shkak. Prej gati 7-8 vjetësh, doktor Nelaj po aplikon suksesshëm metodën e sinkronizimit të pjellit së lopës, ku me anë të një injeksioni e kufizon në 36 orë lindjen e viçit, duke evituar kështu vuajtjet e fshatarëve që duhet të flinin me javë të tëra në grazhd në pritje ku lopa të nxirrte viçin. Ja, në Sandra, se si ka shpëtuar nga kjo vuajtje, si pasojë e metodës shkencore dhe të suksesshme që aplikon doktor Nelaj, së bashku me 2 veterinerë të rinj, Sotira Qineçkën e Artan Xhafën. Nën Sandra, mirje? Mirë. Atëre, polli lopa? Polli. E bëri viçin? E bëri. Ashtu. Si e bëri? Si e bërin? Po, kaloj data i mora këtë në telefonik edhe nuk ante edhe kjo ditë, edhe doktori, më tha, është semur nga shurkuqe, ku diun që semur dje di doktori, i beri laqët, më tha, po nuk bëjmë këtë gjelper këtë pjellë në 36 orë, ajo do të bëj të gordhur, më tha, se nga temperatura që ka, viçë brenda, po gordhë. Filluam kurën, e berëm në 36 orë, erdhja i, mora unë në telefon, edhe janë zorën viç me litar. 3 bura këtu. Doli viçi, tash i mirë është? Shumë mirë, ja. Po pëqymë është. Edhe të shtëpia e Sofos në Çuk, hasëm në të njëjtin realitet. Lopa sapo kish pjellur 2 viça e për këtë nuk ishte qenë e nevojshme që antarët e familjes të bënin rojen me turne për javë të tëra te bishti i lopës në grazhdin me erë të rëndë dhe plot bajga. Si duken viçat? Mirë. Sa janë, kanë lindur? 2 viça. 2 viça. Një lopë. Si pollën lopa? Lopa me fjalë kaloi nga 270 ditë edhe vazhdonte të ecte edhe s'kishte asnjë lloj shenje me fjalë që për shenjë për pjellje, duke komunikuar dhe me doktor e thirrra këtu e kontrolloi, s'kishte asnjë lloj drejtimi për pjelljen, bëri gjilperën për e detyruar që i thonë asaj për pjellje, mbas 24 orëve polli normalisht sikur kishte afatin e vet. Gjithçka normale? Gjithçka normale, viçat normalisht. Dhe lopa me prodhimin normal. Më mirë kështu? Tani për mendimin ton më mirë se duke ditur që do shtytë 10-15-20 ditë, ose edhe mund më tepër se na ka ndodhur dhe raste të tjera. Edhe me fjalë duke u pritur e sot e nesër, njëkohësisht edhe mundimet edhe torturat, se zakonisht ne që merremi me blegtori kemi më shumë mundime, si thonë asaj, por nuk vlerësohet nga ana e shtetit, nuk ka në një prioritet që të kemi në ndim, mundimet janë të mëdhaja. Pra ka ndodhur që me ditë të tëra keni pritur që të pjellë? Edhe nuk ka dhe në rezultat. Më kaloi një lopë 20 ditë me fjalë, një lopë më para vjetë me fjalë, 20 ditë, edhe nuk jepte asnjë lloj ashtu, solli fillimisht edhe kulloshtën, si thonë asaj, edhe nuk kishte shenjë për pjellje fare. Erdhi me ndërhyrjen e aty me gjilperat, si thonë asaj, me ato që kanë veterinaria. Beri atë mbas 24 orëve, polli normalisht me fjalë. Pa ndonjë problem me prodhimet të tjerë. Doktor Agim Nelaj thotë se metoda e sinkronizimit njihet dhe është e pranuar botërisht, por në Shqipëri aplikohet për herë të parë dhe vetëm prej tij, për shkak të kurajës profesionale, por dhe ndërgjegjësimit të vetë fshatarëve. Kjo është një metodë shumë e njohur, se ne s'kemi zbuluar se po kemi bërë diçka të re, po se është e paraqitur edhe në literaturën, qoftë botërore, qoftë edhe tek ne. Ne realizuam këtë në praktik, sinkronizimin e pjelleve, pra ne futëm këtë metodë në rrugë praktike. Gjatë ditëve që lopa mbush 9 muaj, siç ndjekojnë gjithnjë fshatarët, këta rritësit e blegtorisë, mbas kësaj blegtori qëndron për një kohë të gjatë, 10 ditë, 15 ditë, 17, 20, ndoshta edhe më shumë, flën në stallë për të ruajtur lopën se mos nuk pjell normalisht, mos i shkel viçin, mos ha shtratin, janë disa fenomene të cilët prandaj masi nga eksperjenca e tyre e kanë këtë, prandaj e ruajnë atë. Kjo është një
torturë, si mund të them, për Ricin, i cili masi ka kryer gjithë këtë fjetje në stall apo humbje të kësaj kohe në dimër e në verë. Një njeri, për shembull, një Rici mund të ketë 7 lop, i takon që 1/3 e vitit ta kalojë nëpër stalla në këtë. Pra, kjo është kështu nga ana humanitare, domethënë zgjidhja që kemi dhënë është një problem edhe humanitar, shoqëror, domethënë për ta ndihmuar atë që këtë pjesë të vuajtë vetit ne t'ia heqim. Nga ana tjetër është provuar se kjo metodë nuk sjell asnjë pasojë për lopët, siç thot veterineri i ri Sotira Qinečka, që ka bërë dhe mbrojtjen e diplomës me këtë temë. Duke parë të gjitha rastet që janë eksperimentuar dhe janë mbajtur në vëzhgim të gjitha lopët, me këtë lloj mjekimi lopa nuk ka asnjë edhe një pasojë, si për shëndetin e saj, edhe për shëndetin e viçit. Të gjitha, kjo është një metodë rezultative, shumë efikase, e cila praktikohet në momentin kur lopa domethënë është gati mbas 270 ditësh dhe viçi është i maturuar. Edhe kolegu i tij i ri, Artan Xhafa, që këto vite ka ushtruar inseminimin artificial të lopët, mbron idenë e re të sinkronizimit, injeksionit që shkurton kohën e pjellis së lopës. Meqense veta disa vjet që punoj me doktor Agimin, jemi marrë me këtë punë dhe kemi konsultuar, jemi kështu dhe kemi dhënë një zgjidhje që në procesin e inseminimit të lopës dhe deri në procesin e pjelljes. Domethënë ne kemi mbyllur komplet ciklin e mbashmërisë edhe të pjelljes së lopës. Kështu pra, doktori i njohur veterinar Agim Nelaj së bashku me 2 bashkëpunëtorët e tij të rinj janë një model i dashurisë ndaj profesionit të veterinarisë, duke qenë kështu modeli i dobishmërisë në një shoqëri ku ka nevojë edhe për ta, ndonse fama ikën diku gjetk. Ata janë dhe shembulli se çdo të thotë të pjell gjeli në rastin kur të pjell vetëm lopa.